Të vetmuarit tanë me Allahun azza wa jall. Ta shton dashurinë ndaj Allahut azza wa jall. Nëse vetmohesh ti me Zotin tanë, sidomos pjesën e tretë natës, kur njerëzit flinë ti ngritesh edhe falesh. Edhe atëherë kur momenti është më i qetë, situata është do thotë e tillë ku qert flinë ti e vet. Ti dhe Zoti jot. Askush tjetër. Nuk e di askush e ngrit. Nuk e di askush e ti i lutesh Zotit tanë. Dhe i lutesh Allahut azza wa jall me porositë. Dhe i lutesh Allahut me bindje të plotë se Allah do t'i plotëson luçin e tua. Dhe vetmosh me te, a ka mundësi që dashuria mos shton ndaj ti? Asesi. A ka mundësi që dashuria ndaj Allahut azza wa jall në atë moment të mos shtohet? Asesi. Sepse ti e ndjen veten tënde, e ndjen se ndryshe në çka zemrën tënde. Kur i bie sejdë pjesën e tretë natës dhe lutesh Allahut azza wa jall në sejdë, dallon për asoj luçi dhe aty namazi që e bën gjatë ditës. Sepse gjatë ditës me njerëzi, me preokupime, me stres, me probleme dunjos, ndryshon natën je vetë je qetë. E kur e do vetmin me Zotin tanë, atëherë padyshim se do të shtohet dashuria ndaj Allahut azza wa jall. E kushdo që Allah për me dosht, let vetmohet sa më tepër me Zotin e vet. A e keni pa kur e do dikush dëken? Çka bën? E thret telefon shpesh. Fol me ta shpesh. E dëshiron takimin me të. Shkon edhe viziton shtëpi. Edhe nëse do thot shtëpia e tij është me kilometra larg. Edhe gjithë ai bën sepse atë don. Dhe dëshiron që me të flet, dhe dëshiron që të tregon problemet. Çka i ka, çka e pregot, gjitha, pse? Sepse me atë qetësohet, me atë ratohet. E nëse ti do që të flasish me Zotin tanë, nëse ti do me fol me Zotin tanë, dhe për më lut Zotin tanë, a ka mundësi që të ndodhe kjo? Padyshim se po. Si ka mundësi? Thot pejgamberi Allahut, ka më një ditë. Thot pejgamberi Allahut ose kushdo që të folë me Zotin e tij, thot le të lexon Kur'an. Kushdo për me fol me Zotin e tij le të lexon Kur'an. Kushdo për me fol me Zotin e tij le të lexon Kur'an. Kur'ani të se ne neglizhojmë dhe nuk e mësojmë dhe nuk e lexojmë. Edhe pse i ka 28 shkronja, dhe është shumë i lehtë. Shumë është i lehtë. Kur është një pyetje çështja e dunjos ne mësojmë gjuhë të cilat ndoshta janë më të vështira në dunjë. Nuk e kemi problem për dunjë dhe themi se qen ka shumë e lehtë për me mësu. Kur është një pyetje viza për me marr dhe për me shku dikon për dunjë, gjitha gjuhët e atyre shteteve janë të lehta. Kur është një pyetje viza jote për në xhenet. Dhe të foli tanë me Allahun azza wa jall. Dhe qetësimi i shpirtit tanë dhe mësimi i Kur'anit, leximi i Kur'anit, alfabeti i gjuhës arabe drugot shumë i rëndë. Edhe pse në fakt i ka 28 shkronja, edhe shumë i lehtë të mësohet. Andaj ai i cili dëshiron që të flasë me Zotin e tij, le ta mëson Kur'anin. Ai i cili dëshiron që të shtohet imani i tij, let vetmohet me Zotin e tij. Ai i cili dëshiron që të shtohet bindja ndaj Zotit të tij, let i lutet atij. Se kështu me lenë Allahut ka për mi arrit të gjitha në dunjë dhe poshtë do të arrit gracinë e Allahut e cila më vonë do të jetë shpëtimtare për të dunjën dhe na.